Shanset që Shqipëria të pozicionohet në vazon e dytë në shortin e play-offit janë të hapura dhe as pak të pamundura. Kombëtarja jon ka nevojë që të plotësohen 4 nga 5 skenarët e mëposhtëm. Grupi B, rezultati i ndeshjes Kosovë-Zvicër nuk duhet t'i jap Kosovës vendin e parë në grup. Çdo kombinim tjetër bën gjallë shanset e Shqipërisë. Grupi D, në sfidën Ukrainë-Island, kuqezin kanë interes që Ukraina të mos fitojë. Çdo rezultat tjetër është në favor të Shqipërisë. Grupi F, shpresa e vetme vjen nga Irlanda. Ndeshja Hungari-Irland duhet të përfundojë me fitore të Irlandës që të ndihmojë renditjen tonë. Grupi H, në përballjen Austri-Bosnjë-Hercegovinë, është e rëndësishme që Bosnja të mos marrë fitore, pasi një sukses i saj do ta ngjiste në rënditje. Grupi J, ndeshja Wales-Maqedoni e Veriut nuk duhet të mbyllet me fitore të Walesit, ndërsa gjithashtu është e rëndësishme që Maqedonia e Veriut të mos e fitojë grupin. Nëse 4 nga këto 5 kushte përmbushen, atëherë Shqipëria siguron një pozicionim shumë më komod në shortin e play-offit, duke u futur në vazon e dytë dhe shmangur kundërshtarët më të fortë si dhe ndeshjen e parë të play-offit e luan në shtëpi. Shqipëria do të përballet sot me Anglinë. Ndeshja do të nisë në orën 18 dhe është e fundit që vlen për grupin K në kualifikuesit e botrorit 2026. Fillimisht u mendua se Silvinho mund të rrezikojë me ndonjë zgjedhje, por jo, nuk do të ketë aktivizim të 5 futbollistëve që në rast se ndëshkohen me karton të verdh do të mungojnë në gjysmëfinalen e play-offit. Mario Mitaj, Julian Sheu, Rejmanaj, Arlinda Jeti dhe Nedim Bajrami janë futbollistët që në rast ndëshkimi nuk do të luajnë në gjysmëfinale. Sot llogarit pritet të bëhen për ata nga minuta e parë. Formacioni i mundshëm, me të cilin Silvinho pritet të zbresë në fushë ndaj Anglisë. Strakosha në port, Hysaj, Gjimshiti, Ismaili Alii do të luajnë në mbrojtje, Laçi, Aslani, Berisha do të jenë mes fushë, ndërsa sulmi do të përbëhet nga Treshja, Broja, Daku dhe Uzuni. Shqipëria do të mbyll sot fushatën kualifikuese për botrorin 2026 në grupin K për të përqendruar më pas te gjysmëfinalja e play-offit. Kuqezinjt vendosen përballë Anglisë prej orës 18 në stadiumin Air Albania. Panorama Sport moson se Silvinho ka vendosur të dërgojë në tribunë 2 futbollistë, pikërisht Julian Shehun dhe Mario Mitajin, të dy të konsideruar të paprekshëm gjatë kualifikuesve të botrorit. Shkak për këtë vendim është bërë numri i lejuar nga UEFA që lidhet me 23 lojtarë nga 25 që u grumbulluan fillimisht. Klis Mancake dhe Adrion Pajaziti që qëndruan në tribunë ndaj Andorës do të kenë mundësinë e tyre sot. Ky vendim nuk është edhe aq surprizues, pasi 5 futbollistë kombëtares rrezikojnë që në rast ndëshkimi ndaj Anglisë të humbasin gjysmëfinalen e play-offit. Mitaj dhe Shehu ishin pjesë e tyre, ndërsa tashmë të rrezikuar mbesin Rejmanaj, Arlinda Jeti dhe Nedim Bajrami.